Përshëndetje, unë jam Fatmira Ali, jam studente e biologjisë në Universitetin e Tetovës. Gjatë këtij prezantimi kemi me prezantu testimin e vetive të bimëve mjekësore përmes hipotezës zero. Hipotezat përdoren për të vlerësuar lidhjen midis dy variablave statistikore. Testimi i hipotezave është një lloj analize statistikore në të cilën ne vendosim në test supozimet tona për një parametër të caktuar të mostrës, siç është në rastin tonë testimi i hipotezës zero në mes të bimëve. Ne do të vlerësojmë nëse rezultatet që i kemi fituar do të mbështesin ose do të kundërshtojnë hipotezën zero. Për realizimin e kësaj kemi disa hapa të testimit të hipotezave, ku hapi i parë është hapi ku ne vendosim në cilën hipotezë do ta testojmë. Si hipotezë fillestare ne kemi zgjedhur hipotezën zero. Hapi i dytë tek ky hap ka të bëjë me planifikimin se si do ta analizojmë të dhënat, zakonisht përfshin përzgjedhja e metodave statistikore që do të përdoren si për shembull të testi. Pastaj përfshin edhe përcaktimi i nivelit të besueshmërisë dhe caktimi i një progu apo vlere për pranimin ose për refuzimin e asaj hipoteze që ne po e testojmë. Hapi i tretë, te ky hap aplikohet metoda e zgjedhur për të testuar hipotezën dhe për të marrë rezultatet numerike që na ndihmojnë të kuptojmë nëse duhet ta pranojmë ose ta refuzojmë hipotezën e testuar. Hapi i katër është hapi final, ku i analizojmë rezultatet e fituara përmes vlerës P, e cila është vlerë standarde. Vlera e kësaj është 0.05 dhe nëse vlera e P del më e vogël se 0.05, atëherë ne do ta refuzojmë ose do ta hedhim poshtë hipotezën zero. Nëse vlera e P është më e madhe se 0.05, atëherë nuk mund ta refuzojmë hipotezën zero. Si fillim kemi me paraqit hyrjen, rëndësinë e testimit të hipotezave, karakteristikat e bimëve që i përdorim për hipotezën zero, pasqyrimi i hipotezave, edhe në fund do të jetë diskutimi ose rezultatet e fituara. A mendoni se ka rëndësi testimi i hipotezave edhe pse? Testimi i hipotezave përdoret për të vlerësuar besueshmërinë e një hipoteze duke përdorur të dhënat e mostrës apo eksperimentit. Hipoteza zero, kjo mund të konsiderohet si hipotezë e nënkuptuar. Sipas kësaj hipoteze, nuk ka asnjë ndryshim midis grupeve ose asnjë lidhje midis variablave. Duke analizuar statistikisht të dhënat eksperimentale, ne do të mund të përcaktojmë nëse duhet të refuzojmë hipotezën zero dhe ta pranojmë hipotezën alternative. Rëndësia e testimit të hipotezave. Testimi i hipotezave është një metodë thelbësore që përdoret në kërkime për të kontrolluar nëse një pretendim ose një supozim për diçka është i vërtetë. Ai përfshin dy koncepte, hipotezën zero dhe hipotezën alternative. Hipoteza zero, e cila thotë, kjo hipotezë supozon që nuk ka asnjë efekt apo asnjë ndryshim mes dy vlerave ose dy variablave. Për shembull, nëse ne po testojmë në rastin tonë vetitë antibakteriale të bimëve, atëherë hipoteza zero thotë se bimët nuk kanë asnjë efekt antibakterial. Ndërsa hipoteza alternative, kjo hipotezë supozon se ka një efekt ose ka një ndryshim midis variablave ose midis këtyre dy vlerave që ne po i testojmë. Për shembull, bimët kanë veti të rëndësishme antibakteriale. Bimët që po përdoren për këtë hipotezë janë borziloku, është hiti, është menta edhe është trunza. Disa veti karakteristike për këto bimë janë për shembull për borziloku. Borziloku është një bimë zbukuruese dhe terapeutike me efekte të ndryshme farmakologjike dhe aplikime mjekësore. Borziloku është përdorur si një antibiotik natyral që nga kohët e lashta në mjekësinë tradicionale indiane dhe atë aziatike. Gjithashtu është përdorur për trajtimin e llojeve të ndryshme të sëmundjeve. Borziloku gjen një përdorim të gjerë për shkak të përbërësit të tij kimik. Ai përdoret në parfumeri, në kozmetik dhe në shumë përbërës të tjerë. Gjithashtu borziloku quhet për vetitë e tij antiinflamatore, antibakteriale dhe antioksiduese. Përbërësi i tij eugenoli, i cili është gjetur tek borziloku, është i njohur për efektin e tij antibakterial dhe antiinflamator. Ai vepron duke e prishur strukturën e membranave qelizore bakteriale, duke qenë efektiv kundër një sër bakterieve të dëmshme. Eugenoli gjithashtu ndihmon në reduktimin e inflamacionit, duke e bërë borzilokun bimë të vlefshme për sëmundjet si artritje dhe infeksionet e lehta. Përdorimi tradicional e kanë përdorur për çajra ose për pasta për të trajnuar sëmundjet e ftohjes dhe sëmundjet e frymëmarrjes. Atëherë vazhdojmë me mentën. Menta është e pasur me flavonoide, luteolin dhe apigenin. Tanin, mentol. Mentolli është përbërësi kryesor i kësaj bime që jep bimës veti antiinflamatore, antioksiduese dhe antibakteriale. Mentolli ka veti të rëndësishme antibakteriale, i cili ndërhyn në strukturën e bakterieve duke penguar rritjen dhe mbijetisjen e tyre. Si rezultat i përbërjes kimike, kjo bimë gjen përdorim të gjerë
dhe përdoret si qetësues, përdoret në produktet e kujdesit oral, si tek posat e dhëmbëve dhe shpërlarë si tek ujit, po ashtu përdoret edhe në kozmetik. Në mjekësinë tradicionale, po ashtu ka përdorim të gjerë, i cili përdoret për të trajtuar problemet e tritjes, dhimbjet e kokës, problemet e vogla me frymërin, siç janë astma, bronkiti, çrregullimet e mushkrive, sëmundjet diabetike e tjera. Tani vazhdojmë me trumzën. Trumza është një bimë shumë e fuqishme me vetitë antibakteriale, antiinflamatore, antioksiduese dhe shumë veti të tjera, si rezultati i përbërjes kimike i cili përmban timulin, e përmban karvikrolin, flavonoide siç janë luteolina dhe apigenina dhe shumë përbërës të tjerë. Timuli dhe karvikroli janë dy përbërës mbreslënës që karakterizohen me vetitë antioksiduese dhe antiinflamatore. Timuli vepron duke i destabilizuar muret dhe membranat qelizore bakteriale, ndërsa nga ana tjetër karvikroli është treguar se zvogëlon stresin oksidativ, i cili ndihmon në mbrojtjen e qelizave të trupit nga dëmtimi i shkaktuar nga radikalet e lira. Si rezultat i kësaj mundësohet parandalimi i sëmundjeve kronike të lidhura me inflamacionet dhe dëmtimin oksidativ. Po ashtu kjo bimë ka një përdorim të gjerë si rezultat i përbërjes së saj kimike, është si një burim i rëndësishëm i substancave medicinale me vetitë antibakteriale, antioksiduese, antitumorale dhe aplikimi i tyre medicinal, si dhe përdorimi i tyre farmaceutik në industrinë ushqimore dhe kozmetike. Në mjekësinë tradicionale është përdorur si çaj për të trajtuar infeksionet dhe pastrimin e plagëve, trajtimin e dhimbjeve të kokës të shkaktuara nga ftohjet e të tjera. Hitat janë zakonisht të postura me lëndë ushqyese, të postura me vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën K, janë të postura me flavonoide, me tanine, me acide yndyrore, proteina, minerale edhe shumë përbërës të tjerë. Si rezultat i kësaj, këto kanë rol shumë të rëndësishëm në reduktimin e inflamacionit dhe në luftimin e stresit oksidativ. Si rezultat i përbërjes kimike, përdoren më shpesh për të trajtuar sëmundjet e diabetit, përdoren si antiinflamator për të trajtuar sëmundjet e lidhura me inflamacionin kronik, si artritin dhe artrozën, për trajtimin e çrregullimeve të tritjes, për trajtimin e alergjive, astmës edhe shumë aplikime të tjera. Tradicionalisht kanë pasur përdorim të gjerë si në kuzhinë, po ashtu edhe në trajtimin e sëmundjeve, duke përdorur si çaj kundër anemisë dhe dhimbjeve të kyçeve. Edhe studiuesit modern e kanë konfirmuar potencialin e hitave dhe vetive të tyre shëruese, pavarësisht nëse ato përdoren të freskëta apo të thata. Hitat kanë një gomë të gjerë të aplikimesh edhe përdorimesh. Atëherë, këto ishin disa nga karakteristikat e bimëve të cilat i përmendëm, siç ishte borxhiloku, menta, trumza dhe hitat. Janë bimë me përbërje të postura aktive dhe kanë një histori të gjatë të përdorimit në mjekësinë tradicionale dhe ato moderne. Këto bimë ofrojnë përfitime specifike terapeutike të mbështetura nga kërkimet shkencore dhe njohuri tradicionale, duke përfshirë vetitë antibakteriale, antiinflamatore, antioksiduese dhe shumë veti të tjera. Hipoteza 0. Këtu e kemi testu aktivitetin antibakterial të bimëve të freskëta kundrejt atyre të thota, nivelet e antioksidantëve të bimëve të freskëta kundrejt atyre të thota dhe aktiviteti antibakterial i kombinimit të gjitha bimëve. Atëherë, vetitë antibakteriale të bimëve. Qëllimi i këtij studimi ka qenë të zbulohet nëse gjendja e bimëve të freskëta apo të thora ndikon ndjeshëm në vetitë e tyre antibakteriale. Analizimi i grafikonave dhe i zonave të frenimit që bimët veprojnë në kulturat bakteriale na ndihmon të kuptojmë ose të hedhim poshtë hipotezën 0. Nëse dallimet janë të përafërta, kjo tregon se duhet ta mbështesim hipotezën 0. Nëse dallimet janë të mëdha, atëherë duhet ta hedhim poshtë hipotezën 0. Siç shihet në grafikon, këtu janë të paraqitura zonat e frenimit ose të inhibimit gjatë testimit të vetive antibakteriale të bimëve të cilat i kemi testuar, siç janë borxhiloku, trumza, menta dhe hitat. Pastaj kemi edhe këto grafikonet e paraqitura, ku është grafikoni i parë. Ky grafikon tregon zonat mesatare të frenimit për drogat e freskëta dhe drogat e thora, duke krahasuar edhe fuqinë e tyre antibakteriale. Siç shihet nga grafikoni, trumza e freskët ka zonën më të madhe të frenimit, domethënë se ka veprim më të madh antibakterial, kurse zonën më të vogël të frenimit e ka menta e thorë, e cila ka veprim më të vogël antibakterial, duke na treguar qartë reduktimin antibakterial pas thorjes së bimëve dhe aktivitet me intensitet më të vogël të veprimit. Pastaj kemi këtë grafikonin e dytë. Ky grafikon na tregon shpërndarjen e aktivitetit antibakterial për çdo formë të drogave, domethënë për formën e freskët edhe për formën e thorë. Çdo pikë përfaqëson një motje individuale të aktivitetit antibakterial nga një formë e caktuar bimore. Edhe te ky grafikon shihet qartë se trumza e freskët tregon vazhdimisht aktivitet të lartë antibakterial. Ky grafikon ofron një paraqitje të qartë të ndryshimeve
së efektive të aktivitetit në mes drogave të freskëta dhe atyre të thota. Sipas këtij grafikuni, bimët e freskëta tregojnë efekte të forta antibakteriale, ndërsa bimët e thora kanë efekte më të ulta. Këta mund ta shohim nga shpërndarja, siç është kjo shpërndarje, domethënë bimët e freskëta dhe bimët e thora. Si rezultat përfundimtore, duke u bazuar në këto dy grafikune, edhe të dhënat e paraqitura, hipoteza 0, e cila supozon se nuk ka dallime në aktivitetin antibakterial të bimëve midis drogave të freskëta dhe drogave të thora, kjo hipotezë refuzohet ose hidhet poshtë. Pasi rezultatet qartë tregojnë në të dy grafikunet se bimët e freskëta tregojnë aktivitet më të lartë antibakterial krahasuar me bimët e thora, të cilat kanë humbur aktivitetin antibakterial si rezultat e thorjes së tyre dhe degradimit të përbërësve bioaktiv gjatë procesit të thorjes. Studimet e më të thjeshme janë të nevojshme për të kuptuar më mirë mekanizmat që qëndrojnë pas këtyre ndryshimeve. Atëherë vazhdojmë me vetit antioksidante të bimëve. Hipoteza 0, e cila thotë se nuk ka dallime në nivelet e antioksidanteve midis drogave të freskëta dhe të thota, atëherë ne do të analizojmë nivelet e antioksidanteve të bimëve, matja të cilave bëhet përmes orak, i cili është kapaciteti i absorbimit të radikalit të oksigjenit që e mot aktivitetin antioksidues të një substance, duke vlerësuar aftësinë e saj për të neutralizuar radikalet e lira që shkaktojnë dëme në qeliza. Vlera e orak shprehet në mikromol të E, i cili është ekuivalente të antioksidanteve për 100 gram, ku Trolox, i cili është analog i vitaminës E, është përdorur si referencë, Këto bimë përmbajnë antioksidant si timuli dhe flavonoidet, të cilat i neutralizojnë radikalet e lira që dëmtojnë qelizat. Ekzemplarët e bimëve të freskëta i testojnë menjëherë pas mbledhjes së tyre, ndërsa ekzemplarët e thora përgatiten me metodat e zakonshme të thorjes. Pastaj, duke përdorur analizat statistikore të testit, ku të testi është një metodë statistikore që përdoret për të krahasuar mesatarët e dy grupeve të ndryshme, për të vlerësuar nëse ekziston një ndryshim i rëndësishëm statistikisht midis tyre. Ne do t'i vlerësojmë, do t'i analizojmë nivelet e antioksidanteve nëse kanë ndryshime të rëndësishme midis tyre. Një prej hopave të testit është edhe vlera e P-s. Nëse vlera e P-s është më e vogël se niveli i besueshmërisë, i cili është 0,05, hipoteza 0 hidhet poshtë dhe mund të themi se ka ndryshime të rëndësishme midis antioksidanteve, dhe nëse vlera e P-s është më e madhe se 0,05, atëherë mbështetet hipoteza 0, nuk ka ndryshim të rëndësishëm midis antioksidanteve nga bimët e testuara. Edhe këtu e kemi tabelën e paraqitur me rezultatet e hipotezës. Gjithashtu i kemi edhe grafikunet. Edhe grafikuni i parë, në këtë grafikon shihen nivelet e antioksidanteve të motura me orak, ku shihet se borziluku i freskët ka vlerën më të lartë, ndërsa hiti i thorë ka vlerën më të ulët antioksiduese. Te grafikuni i dytë, edhe në këtë grafikon janë paraqitur vlerat e shpërndarjes së antioksidanteve të motura me orak. Kapaciteti, ishte kapaciteti i absorbimit të radikalit të oksigjenit, ku shihet të qartë edhe në këtë grafikon se borziluku i freskët ka veti më të madhe antioksiduese, po ashtu edhe hiti i thotë ka veti më pak oksiduese. Si rezultate përfundimtore, duke i parë grafikunit dhe duke i analizuar vlerat që na kanë dalur, shihet të qartë se bimët e freskëta kanë veti më të madhe antioksiduese krahasuar me bimët e thota, të cilat kanë më pak veti antioksiduese. Ndoshta kanë më pak veti antioksiduese për shkak si rezultat i thorjes së tyre, mirëpo megjithatë nevojiten studime të më të thjeshme për të kuptuar mekanizmat që qëndrojnë pas këtyre ndryshimeve. Si përfundim, hipoteza 0 hidhet poshtë sepse shihet të qartë se dallimet e ndryshimit të niveleve të tyre antioksiduese të bimëve. Atëherë kemi vetit antibakteriale të drogave pas kombinimit të tyre. Në këtë analizë ne po testojmë hipotezën 0, e cila thotë se kombinimi i drogave nuk na jep ndonjë aktivitet antibakterial më shumë se sa ajo që pritet, ose se sa e kanë bimët në formë individuale. Kjo do të thotë që këto bimë me kombinimin e tyre nuk tregojnë efekt sinergjik. Efekti sinergjik është kur kombinimi i bimëve e rrit fuqinë e veprimit antibakterial, duke ndihmuar në luftimin e infeksioneve antibakteriale në mënyrë më efektive dhe më të shpejtë. Sinergjia, do me thonë se kombinimi i bimëve duhet të jep aktivitet antibakterial më të madh kur ato bashkohen, sesa kur ato përdoren veçmas.
Të dhënat në këtë tabel janë llogaritur sipas algoritmit të Bliss Independence, i cili ka dy hopa, llogaritjen e aktivitetit të vëzhguar dhe llogaritja e aktivitetit të pritur. Rezultatet përfundimtare, duke u bazuar në të dhënat tabelare dhe rezultatet e fituara, ne shohim që rezultatet për çdo drog të kombinuar nuk kanë treguar aktivitet antibakterial më të madh, do me thonë nuk kanë posur sinergji, bile në disa raste ka posur edhe antagonist, ku efekti i kombinimit të dy ose më shumë substancave është më i vogël se sa efekti kur ato përdoren veçmas. Sipas rezultateve të paraqitura në grafikon, bimët gjatë testimit individual të tyre tregojnë veti antibakteriale më të mëdha, mirë po kombinimi i tyre nuk jep ndonjë efekt sinergjik, prandaj edhe hipoteza 0 këtu mbështetet. Për shembull, e kemi rastin me burzilukun e freskët dhe burzilukun e thorë. Këtu janë vetit ku janë motor vetit e tyre antibakteriale kur janë përdorur veçmas, borziluku i freskët dhe borziluku i thorë, ndërsa kur është bërë bashkimi ose kombinimi i tyre, atëherë nuk kanë treguar ndonjë veti antibakteriale më të mëdha se sa ato që kanë kur përdoren veçmas. Prandaj edhe hipoteza 0 këtu mbështetet. Është e rëndësishme të theksohet se ky përfundim është i kufizuar nga numri i bimëve që u testuan dhe vlera specifike në aktivitetet e përdorura. Po ashtu janë të nevojshme hetime të mëtotjeshme që mund të eksperimentojnë ose mund të eksplorojnë metoda të tjera të kombinimit të bimëve për të vlerësuar nëse mund të arrihet sinergji. Eksperimentet e mëtotjeshme me kombinimin ose përqendrime të ndryshme të bimëve mund të japin rezultate të ndryshme, prandaj nevojiten kërkime të mëtotjeshme. Dhe si përfundim e kemi diskutimin. Edhe këtu mund të shohim se vetit antibakteriale të bimëve, si përfundim, si rezultat kishim duke u bazuar në grafikonet dhe të dhënat e paraqitura, hipoteza 0 që supozon se nuk ka dallime në aktivitetin antibakterial të bimëve midis drogave të freskëta dhe drogave të thora, refuzohet ose hidhet poshtë, pasi që rezultatet qartë tregojnë se në të dy grafikonet se bimët e freskëta tregojnë aktivitet më të lartë antibakterial krahasuar me bimët e thota, të cilat e kanë humbur aktivitetin antibakterial si rezultat i thorjes së tyre dhe degradimit të përbërësve bioaktiv gjatë procesit të thorjes. Studimet të mëtotjeshme edhe këtu janë të nevojshme për të kuptuar më mirë mekanizmat që qëndrojnë pas këtyre ndryshimeve. Edhe te testimi i dytë te vetit antioksiduse të bimëve, rezultatet na tregojnë duke u bazuar në grafikonet dhe duke analizuar vlerat që na kanë dalur, shihet të qartë se bimët e freskëta kanë veti më të mëdha antioksiduse krahasuar me bimët të cilat janë të thora, të cilat kanë veti më të vogla antioksiduse, ndoshta si rezultat i thorjes së tyre. Dhe këtu hipoteza 0 hidhet poshtë, do me thonë se ka dallim në mes dy variableve. Mirë po megjithatë edhe këtu nevojiten studime të mëtotjeshme për të kuptuar mekanizmat që qëndrojnë pas këtyre ndryshimeve. Si përfundim, hipoteza 0, si tham, hidhet poshtë, sepse shihen qartë dallimet e ndryshimit të nivelit të vetive antioksiduse të bimëve. Testimi i tretë, ku janë testuar vetit antibakteriale të bimëve pas kombinimit të tyre, këtu shihet një rezultat të ndryshe. Rezultatet e duke u bazuar në të dhënat tabelare dhe rezultatet e fituara, ne shohim që rezultatet për çdo drogë të kombinuar nuk kanë treguar aktivitet bakterial më të madh, do me thonë këtu nuk ka posur sinergji, bile në disa raste ka posur edhe antagonist, ku efekti i kombinimit të dy bimëve ose më shumë bimëve, dy substancave është më i vogël se sa efekti kur ato përdoren veçmas. Sipas rezultateve të paraqitura në grafikon, bimët gjatë testimit individual të tyre tregojnë veti antibakteriale më të mëdha, mirë po me kombinimin e tyre nuk japin ndonjë efekt sinergjik. Prandaj edhe hipoteza 0 këtu te ky testim mbështetet. Dhe si përfundim, do me thonë, bimët e freskëta janë përgjithsisht më efektive duke i bërë ato zgjedhjen e preferuar për aplikime ku nevojiten aktivitetet maksimal antibakterial dhe antioksidant. Faleminderit për vëmendjen.